أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falënderimet lavdrimet janë për Allahun xhalla xhelaluhu, salatet dhe selamet, përshëndetet, lutjet tona më të mira janë për më të mirën e gjithë pejgamberëve. Muhammedin të birin e Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm, të cilët ishin të kënaqur me Zotin dhe pejgamberin e tyre, po edhe Zoti dhe pejgamberi Muhamedi alayhi salatu wassalam ishin të kënaqur me ta. Dua tona janë edhe për gjithë ata të cilët e pasojnë fjalën e Zotit dhe sunetin e pastërt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Muhamedi alayhi salatu wassalam ndajti diku rreth 13 vite në thirrje të popullit vet në Mekë, në rrugën e Allahut Teala, njëshmërinë e Zotit. I thriste njerëzit të besoni se nuk ka Zot që meriton me u adhuru me drejt veç Allahut, dhe i thriste njerëzit që të besoni se ai ishte i përgjedhur i Zotit, ishte pejgamber i Zotit, i dërguar jo vetëm te ata si arab, si kurajshit, por i dërguar për tërë njerëzimin deri në ditën e gjykimit, se ishte dërguar si vull e gjithë pejgamberve, se me të përfundonte vargu i gjatë i gjithë pejgamberve, dhe se janë të obliguar njerëzit që të besonin vetëm një Zot, të mos i shoqëronin atij askënd, dhe të besonin se Muhamedi i biri i Abdullahut ishte rob dhe i dërguar i Zotit. Mirëpo hasin rezistencë shumë të madhe të bashkëqytetarëve të vet, bashkëkombësve të vet, të cilët ishin mësuar që të besonin Zotin në mënyrë të gabuar. Ata jo që ishin ateista, ata e besonin Zotin, por Zotit i shoqëronin edhe zotra tjerë. Prandaj në Qabe, në brendësitë e Qabes dhe në oborin e saj ishin mbi 360 idhuj, të cilët ata i besonin se kanë aftësi që t'i afronin tek Zoti i tyre. Prandaj edhe kishin idhuj të cilët i luteshin atyne, që ata të shkonin dhe të ndërmjetësonin mes tyne dhe Zotit. Kishin zotrat të këtill të vegjël, që besonin se mund t'u asillnin riskon, furnizimin, apo t'u ndryshonin fatin për të mirë, apo t'u agjenin fatin e martesës, apo që t'u largonin sëmundjet e ndryshme, apo t'u zbriste shiun dhe gjana të tilla të ngjashme, apo t'i ruanin nga sëmundjet, nga armiqt, nga brengat dhe problemet që i kishin. Parafërsisht një besim i ngjashëm me disa njerëz që sot besojnë tyrbe të ndryshme dhe besojnë se këta njerëz kanë aftësi që t'u sjellin të mira apo t'u largojnë sëmundjet dhe të këqija tjera, brengat dhe mërzit, problemet tjera që i kanë gjatë jetës së tyre. Jo që këta njerëz nuk besojnë Zotin, këta e besojnë Zotin, por mendojnë se këta të vdekur kanë mundësi që të ndërmjetësojnë tek Allahu Azza wa Jall dhe t'u japin atyne gjërat e dëshiruara. Dhe kjo është shirk. Për arsye se nuk ka ndërmjetësues në Islam mes robit dhe krijuesit të tij Zotit, Allahu subhanahu wa taala. Kur ke nevojë për diçka, e ke Zotin, kërko direkt prej tij. Nuk ka të një ndërmjetësues në kërkim me shku te hoxha, që hoxha më u lut për ty. Nuk ka të një ndërmjetësues për me të fal mëkatet me shku te hoxha, që hoxha me t'i fal ty mëkatet. Po direkt, në mënyrë të drejt për drejt, i lutesh Zotit tënd dhe atij i kërkon. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kur të pyesin ty robët e mi për mu, tregoj atyne që unë jam afër tyre. Ujibu da'wat ad-da', unë i përgjigjem thirrjes së lutësit, kërkuesit. Kur kërkon diçka,
kërko prej Zotit tënd e jo prej të vdekurve, apo prej syrit të kaltërt, apo hajmarive të ndryshme, dhe me mendu se këto mund të ruajnë prej msyshit, apo prej fatkeqësive të tjera. Prandaj ata, populli i Muhamedit a.s. nuk ishin të gatshëm që lehtë të tejkalonin besimin e devijuar që kishin në këta idhuj, se ishin bën mbi 360 idhuj në brendësinë e Qabës dhe në borën e saj, dhe prej kohës Ibrahimit a.s., kur i kishte ngrit muret e Qabës bashkë me djalin e tij Ismailin a.s., kishin kalu mira vjet për ata në për fat keq e kishin deviju besimin e tij. Dhe përveç që e refuzonin thirrjen e Muhamedit a.s., ata dinin të ishin të ashpër kundër Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i banin probleme Muhamedit a.s. E kërcënonin edhe me vrasje, e kërcënonin me dëbim, i kërcënonin shokët e tij e besa edhe i vrisnin ata të cilët kuptonin se i kanë ndru fen e të parëve të tyne dhe i kanë përqafu fen islame, fen në cilën i thriste Muhamedi alayhi salatu wassalam. Sikur që e gjejmë shembullin e Jasirit dhe Sumejes, nanës dhe babës Ammar ibn Jasirit, të cilët u vranë mizërisht nga bashkëkombasit e tyne vetëm për shkak të besimit të tyne. Asnjë krim nuk kishin bë, por vetëm për shkak të besimit të fjalës la ilaha illallah u vranë, e u kërcnuan të tjerët, e u kërcnua dhe vetë Muhamedi alayhi salatu wassalam. E Resulullah sallallahu alaihi wasallam krah vetin kishte dy njerëz të cilët i jepnin prehje dhe siguri. Brenda shtëpisë kishte Hatixhen radiallahu anha, ndërsa jashtë shtëpisë e kishte Ebu Talibin, migjen e tij, xhaxhain e tij, i cili e mbronte Resulullahin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk lejonte që dikush të bënte diçka kundër Muhamedit alayhi salatu wassalam. Mirpo për një vit që të dy këta njerëz të cilët gjente prehje Resulullahi sallallahu alaihi wasallam dhe ndinte vetin të sigurt, i vdiqën. I vdiq gruaja e tij dhe nana e 6 fëmijëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam, Hatixha radiallahu anha, dhe i vdiq agja i tij, i cili edhe pse nuk ishte ba musliman, e donte Resulullahin sallallahu alaihi wasallam se e kishte nip djalë të vllaut dhe e mbronte deri në frymën e tij të fundit. Dhe kjo jashtëzakonisht e mërziti Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se tek ata të cilët gjente qetësinë shpirtërore brenda shtëpisë vet dhe në qytetin e tij në Mekën e bekume, ata brenda një vitit i vdiqën dhe i shkuan. Por Allahu Teala i tregoi Muhamedit alayhis salam se nuk ishte i vetëm, dhe për t'ia zbut zemrën, Allahu e thiri në një udhtim të madh që vetëm një njerit për gjithë bijve të Ademit alayhis salam ju mundsu një udhtim i tillë, e ky ishte Muhamedi alayhis salatu wassalam. As kush para tij dhe pas tij nuk ka përjetuar dhe nuk do të përjetoje një përjetim të tillë, të udhtimit brenda një nate, të shkon prej Mekës në Mesjid e Aqsa dhe prej Mesjid e Aqsas të udhëtonte drejt hapësirave të larta qellore mbi 7 kat qiej deri në Sidratul Muntaha, që është kufiri i skejshëm i materiales ku i lejohet një krijesës Allahu Teala deri në atë vend të shkonte. E pas asaj ishte ndalume që dikush të kalonte atë vijë, e deri në atë vijë ju leju të vinte Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ndodhi brenda natës një prej mugjizave mrekullive më të mëdha që kanë ndodhur në historinë e njerëzimit, që Allahu e merr Muhamedin alayhi salatu wassalam me një kafsh të quajtur Burak, e cila ka qenë më e shkurt se mushka, e më e gjatë se gomari qofshet ndërum,
dhe i cili ka pas shpejtësi maramendse të lëvizjes, që këmbën e vendoste aty ku i shihte syri dhe ishte jashtëzakonisht i shpejt në kalimin e hapësirave qiellore. Dhe Allahu Teala, sikur deshi t'ia zbuste zemrën Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, dhe e thiri mysafir të vetin. Në një t'i tregonte sekretet e qijeve, dhe në dy që t'ia zbuste zemrën dhe t'ia bënte obligim namazin. Të gjitha farzet dhe ndalesat, të gjitha urdhrat që Allahu i kërkoi prej Muhamedit alayhis salam dhe ummetit të tij, të gjitha janë bë obligative apo ndalesat janë bë të ndaluara në tokë. Vetëm një urdhën është bë mbi 7 kat qiej. Ajo është obligimi i faljes së namazit. Muhamedit alayhi salatu wassalam në natën e Mirajit, në natën e ngritjes Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam mbi 7 kat qiej, ju obligu nga ana Allahu Teala namazi. Dhe Allahu Teala na tregoi mbi këtë ndodhi të madhe. E zbriti një sure të tërë me emrin e kësaj nate të madhe, Suratul Isra. Dhe ajeti i parë i kësaj surës filloi me ajetin Subhanalladhi asra bi abdihi lejlen min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah. I lartësum dhe patmeta është Allahu Teala, që e mori Muhammedin alayhi salatu wassalam në Isra, në udhëtimin e tij me trup dhe me shpirt. Me trup dhe me shpirt, nuk ishte udhëtim në ëndër, nuk ishte udhëtim veç i shpirtit, por ishte mugjizja, mrekullia që e mur me trupin e tij, abd bi abdihi, me robin e tij. E robi është si tërsi qenja e tij, materiale dhe ajo shpirtërore. Me trup dhe me shpirt, Muhamedi alayhis salam u mur, sikur që do të tregoj në vazhdim, nga shtëpia e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam në Mekë dhe u ngrit në lartësitë qiellore. Spari shkoi në Mesjid e Aqsa e pastaj u ngrit mbi 7 kat qiej. Dhe tërë kjo mrekulli ndodhin brenda një natës. Një prej vetive dalluese që i dallon pejgambert e Zotit është mugjizja ose mrekullia që s'mundet me bën një njeri normal dhe nuk mundet të akceptoje një logjik e një njerit normal. Që brenda natës me bë udhëtime kaq në largësi të mëdhaja dhe pa tesha speciale që pe i kalon të hapësirat e atmosferës të rruzullit ton, toksor, dhe po shkon të nalt, drejt hapësirave të larta, po e kalon të qiellin e parë, qiellin e dytë, qiellin e tretë, 4, 5, 6, 7. Largësia, ka thonë Muhamedi alayhis salam, mes tokës dhe qiellit është 500 vite largësi. Para mendoni çfarë udhëtim ka qenë i gjatë i Muhamedit alayhis salatu wassalam dhe i shpejt. E po kjo ka ndodhur brenda një nate, apo më mirë themi brenda një pjese të natës. Prandaj Allahu Teala e përshkruajti këtë ndodhi të madhe në një sure të veçantë dhe me një ajet të veçantë. I lartësuar dhe patmeta është Allahu që e mori natën e Isras prej Mekës në Mesjid e Aqsa robin e tij, min al-Masjid al-Haram, prej Qabës ila al-Masjid al-Aqsa, në Mesjid e Aqsa, në Quds, në teritorin e Shamit të sotshëm, alladhi barakna hawlah, rrethin e cilit e kem beku. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam atë natë e pa edhe Gjibrilin alayhi salam, sikur që tha Allahu Teala në surat An-Najm, ajetet 13 deri ajetet 18, Muhamedi alayhis salam është fjala për Gjibrilin alayhis salam, e ka pa edhe herën tjetër. Herën e parë e pa natën kur jo shpall, natën e 4 muajit Ramazan,
vitin e parë kur për herë të parë është komuniku shpallje. Kur Allahu e ka thirrë Muhammedin alayhi salatu wassalam me urdhat e para të Kur'anit, Iqra, lexo, Gjibril alayhi salam e ka pa në formën e vet. Melek, angel, me kriht e tij, i cili tha lexo në emrin të Zotit i cili të krijoi. E pastaj herën e dytë e pa natën e Mirajit, sikur që tregon Allahu Teala, thot atë e ka pa edhe herën tjetër tek Sidratul Muntaha. Do të flas më vonë për këtë pemë të bukurisë që s'ka mundësi një gjuhë e një njerit normal të përshkruaje bukurit e saj, sikur që thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Sidratul Muntaha, thot Allahu Teala, pranë saj është Jannatul Ma'wa, është një Jannet el Ma'wa. Atëherë kur sidrën e mbuloj çka e mbuloj, shikimi Muhammed alayhis salam as nuk lakoj e as nuk te i kaloj, ai vërtet pa disa nga shehet më të mëdha të Zotit të vet. Parmeno Allahu Teala çfarë i tregoi Muhammedit alayhis salatu wassalam. Spari e mur dhe e dërgojnë Mekë, sikur që na e tregon Resulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi sa jetë e tyne. Tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, duke qenë unë Mekë mu hap pullazi shtëpisë time, zbriti Gjibrili alayhis salam, më hapi gjoksin tim e pastaj e lau me ujë të Zemzemit. Ju e dini Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë i vogël pa të shku tek shtëpia e Halimes, ja pa të ndërzu, ka qenë adet tek arabët që fëmijët e tyne me i rrit në një ambient më të mirë, më të pastër dhe mi largu prej ndotjes së pluhurit të qyteteve. Dhe ishte rrit tek fisi Beni Saada, tek Halimeja, dhe të qenë i vogël, moshën 5 vjeçare, kishte zbrit Gjibrili alayhis salam dhe kishte qel gjoksin në Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, e kishte pastru gjoksin. Edhe atëherë nga e keqja dhe cytet e shejtanit mallkum, para se me e marrë Allahu Teala lart në qiell në këtë udhtimin e madh, kësaj mrekullie të madhe, përsëri ndodhi edhe një rregullim i strukturës së trupit Muhammedit alayhi salatu wassalam, të shprehem figurativisht në këtë mënyrë që Gjibrili alayhis salam e hapi gjoksin e pastaj ma lau me ujë të Zemzemit. Pastaj sjelli një gotë ari të mbushur me urtësi dhe besim dhe e zbrazi gjoksin tim e pastaj e mbylli gjoksin Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Mucize, një prej mrekullive të Resulullah sallallahu alaihi wasallam që i ka ndodhur diku në moshën 50 e diçka vjeçare ka qenë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kur i ka ndodhur për herë të dytë hapja e gjoksit dhe pastrimi i zemrës së Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ma kanë sjell burakun, kafshën me cilën ka udhëtuar atë natë, i cili ishte një kal i bardhë, më i gjatë se gomari e më i shkurt se mushka qofshit ndërum, i cili vendoste thundrën e tij në fund të arritjes së shikimit. Aq i shpejt është buraku që lëviz me shpejtësinë ku i sheh syni, aty e vendos hapin e tij. Thot hypa mbi të dhe arritën brenda natës, më një herë me një pjesë të shpejtë të natës, arritën Beitul Maqdis, në Mesjid e Aqsa, që është xhamia e dytë, faltoria e dytë, e ndërtume në Ruzullin tokso për adhurim të Allahu Teala. E para është Qabja, e dyta është Mesjid e Aqsa. Allahu e liroft ja Rabbi dhe e sjellët inshallah në durt e muslimanëve të lirë dhe i largoft ata të cilët kanë bërë zullume të mëdha në tokën e saj. Dhe aty e lidha në halk ku i lidhin pejgambert. E lidhi Allahu Teala kafshën e tij burakun me një halk që edhe pejgambert të cilët janë fal më herët në atë xhami, Muhammed alayhi salatu wassalam atë natë u fal aty ku janë fal edhe pejgambert e mëhershëm. Dhe atë natë Allahu i kishte mbledhur të gjithë pejgambert që Muhammed alayhi salatu wassalam ju dal imam. Tha hyra në xhami edhe i fala aty 2 rekate.
Pastaj dola, Muhamedi alayhis salam atë natë ju ka dal imam të gjithë pejgamberëve. Gjithë pejgamberët janë fal pas Muhamedit alayhis salam. Këto 2 rekate namaz që i ka fal nafile aty, Resulullah sallallahu alaihi wasallam pas tij janë fal pejgamberët Allahu Teala. Qysh si nuk dim, por e dim në hadithe tjera të vërteta që Resulullah sallallahu alaihi wasallam atë natë ka qenë imam i gjithë pejgamberëve të Zotit. Pastaj dola dhe më erdhi Gjibrili alayhis salam me një enë në cilën kishte ven, dhe me një enë tjetër që kishte qomsht. Dhe ju dha mundësia me zgjedh Muhamedit alayhis salam, cilën po don me e pi, para se me bëu udhtimin drejt qiellit. A don me marr këtë enën që ka ven, apo don me marr këtë enën që ka qomsht? E Muhamedi alayhis salam e zgjodhi qomshtin e ju largu alkoolit, dhe alhamdulillah që e zgjodhi të mirën, sikur që i tha Gjibrili alayhis salam, e ke zgjedhur natyrën e pastër ose fitretin. E zgjodhe natyrshmërinë. Hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Pastaj thot u ngritëm drejt qiellit. Kush u ngrit? Gjibrili alayhis salam, ky melek i zgjedhur i Allahu Teala, bashkë me Muhamedin alayhis salatu wassalam. Thot u ngritëm bashkë drejt qiellit me kafshën e tij, me burakun dhe me Gjibrilin alayhis salam. Gjibrili alayhis salam kërkoi që t'i hapeshin dyert e qiellit të parë, qiellit të dunjas. Qiejt kanë dyrë. Këtë ku e dim nga hadithet e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Dhe e pyeten kush je? Ti, Gjibrili alayhis salam tha Gjibrili, e pyeten kush është me ty, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e pyetën dhe i than, a i ka ardhë profecia, a është bë pejgamber, a është shpall? Gjibrili ju përgjigj dhe ju tha, po i është ardhë profecia, se ishin të urdhëruar banorët e qiellit të mos hapnin dyert e qiellit përveç të pastërve, melekëve të Allahu Teala, dhe jo të gjithëve. Gjibrili alayhis salam ishte një prej tyre që kishte lejen me ecë nëpër dyert e qiellit. Andaj edhe këto dyert, ndërun vllazën, ka hadithe të tjera të pejgamberit alayhis salam, pa besimtarve, njerëzit të cilët se kanë besuar Allahun dhe i kanë bërë shirk Zotit dhe kanë vdekur në pabesim, në kufër, atyne kur t'ju mirret shpirti, më u çu lart tek Zoti i tyre, më u kontrollu se ai ka rujt pastërtinë e besimit, ashtu siç ka zbrit në barkun e nanës kur është futur në trupin e tij, ky shpirt, nëse nuk ka qenë besimtar, ka qenë pa besimtar, këto dyr nuk hapen dhe lëshohet te poshtë. Allah i na ruajt. Allah i na ruajt. Nëse vdesim me iman, qelen këto dyert e qiellit dhe shkojmë deri lart për mu konfirmu nga krijuesi ynë që kem vdek me iman. Allah i na marr shpirtin me iman, ya Rab, me besimin se s'ka Zot që meriton mu adhuru me drejt veç Allahu, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Allahu dhe vule gjithë pejgamberëve. Dhe i qelet dera Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe thot pastane vazhduam në kur u hap dera, thot e pa Ademin alayhis salam. Në qiellin e parë, hadithi i gjatë unë do të kaloj, por në secilin qiell që merrnin leje për të hyrë dhe për të hap dyert e qielleve, Allahu Teala e kishte lënë nga një pejgamber që të takoheshin me Muhamedin alayhis salam, që në një mënyrë simbolike t'i urdhëronin mirëseardhje, t'i uronin mirëseardhje Muhamedit alayhis salam. Në qiellin e parë e pa babën e parë tonin, Ademin alayhi salam. Ai thot na uroj mirëseardhje dhe u lut për mu për hajr, si një prej evladëve të tij. Ademi alayhis salam, kur e pa Muhamedin alayhis salam, u lut për mu, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastaj u ngritëm qiellin e dytë, u ngritëm 3, 4, 5, 6, dhe secilin qiell ishte nga i pejgamberë. E pa Idrisin alayhis salam, e pa Musa alayhis salam, Harunin alayhis salam, Isa alayhis salam, e deri te Ibrahimi alayhis salam në qiellin e 7. Dhe kur u hapën dyert,
masi që u pyet, ai është ardhur profecia Muhamedit alayhis salatu wassalam, thotë pam Ibrahimin alayhis salam, që e dim që është gjyshi i parë i Resulullah sallallahu alaihi wasallam, që nëpërmjet vijës Ismailit alayhis salam vije deri te Muhamedi alayhis salatu wassalam. Thot Ibrahimi alayhis salam ishte i pështetur në një shtëpi të quajtur ishte i pështetur me shtëpi në Beitul Ma'mur. Beitul Ma'mur, sikur që thot Abdullah ibn Abbas, djali i Axhës pejgamberit alayhis salam dhe komentatori më i madh, më i njohur i Kur'anit, fjalëve të Allahut dhe të pejgamberit alayhis salatu wassalam, thot Beitul Ma'mur është Qabeja që e bëjnë tavaf banorët e qiellit. Është në qiellin e 7. Dhe për çdo ditë, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hynin të çdo ditë 70.000 melaçe dhe nuk ktheheshin më. 70.000 engjëj, melek, hyn në Beitul Ma'mur, dali prej saj dhe nuk e përsërisin më vizitën në Qabën e katit 7, për cilën ka thënë Ibn Abbasi, është në vind vertikale, direkt, me bomera, prej naltit, bie drejt e mbi Qabën, që është në Mekën e bekume. Pastaj thotë më dërguan në Sidratul Muntaha. Ajo gjethet i kishte si vesht e elefantit. Ishte vija e fundit e materiales. Ishte një pemë, jashtëzakonisht e bukura, që thoshte Muhamedi alayhis salam nuk mund ta përshkruaj bukurinë e ngjyrave të saj. E frytet i kishte si qypa të mëdhej, e kur mboloi atë nga urdhri i Allahut u ndryshu dhe askush nga krijesat e Allahut nuk mund ta përshkruaj për bukurinë që ka, tha Muhamedi alayhis salam. S'den njeriu me përshkruaj këtë krijesë, këtë pemë kaq të bukur me frutet e veta dhe me ngjyrat e veta. E aty Allahu i foli Muhamedit alayhis salatu wassalam në mënyrë drejt për drejt, pa ndërmjetësues, pa Xhibrilin alayhis salam, dhe i kërkoi që t'i falte fillimisht 50 namaze për çdo ditë dhe natë. I mur Resulullah sallallahu alaihi wasallam këto obligimin për faljen e namazit, se Allahu don me dëgju robën e tij se si po i lutet, thot zbrita në qiellin e 5 te Musa alayhis salam, e pyeti Musa alayhis salam çfarë të ka obligu Allahu Taala, i tregova, thash, më ka obligu me fal namaz. Sa namazet ka obligu? Tha 50 namaze. Tha kthehu te Zoti dhe kërkon nga ai lehtësim, sepse ummeti yt, besimtarët e tu, nuk mund ta mbajnë këtë obligim. E kam provu, thot, edhe unë me Beni Israilet, me popullin tim, dhe ka qenë vështirë për ta. Thot, u ktheva te Zoti im dhe i thash, o Zot, lehtësoja ummetit tim, Allahu ja lehtësoj. Hadithe ka ardhur nga 5 apo 10 namaze për çdo kërkesë nga ona Resulullah sallallahu alaihi wasallam. A mundesh pak me ulja rreth numrin e namazeve? Vintet e poshtë, Musa alayhis salam e pyeste, sa ti bani? Po e zojmë, thoshte 5 ma pak ose 10, varësisht për transmetimit. Thoshte nuk mund t'i baje ummeti yt, kërko për Allahut lehtësim. Ende më tepër shkonte Muhamedi sa përsëri lart, përsëri kërkonte Allahu Taala, zbriste poshtë. Musa alayhis salam thoshte lehtësoje ummetit se s'mujnë me bajt. Allahu mëshiroft Musa alayhis salam që ka qenë i mëshirshëm edhe për ummetin tonë dhe ka lyp lehtësim për ummetin e Muhamedit alayhis salam. Allahu na takoft në xhennet bashkë me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam dhe i pafshim Musa alayhis salam dhe gjithë pejgamberët tjerë të Allahut dhe babën dhe nonën tonë Ademit dhe Havën alayhim assalam. Allahu na takoft me gjithë ata burra të mirë në xhennetet e bukura të Allahut Taala. Thot Muhamedi alayhis salam vazhdova të shkoj lart dhe poshtë, derisa Allahu më zbriti në 5 namazet e kërkuara brenda ditës dhe natës. Musa alayhis salam tha, kërko lehtësim ende, thash kam turp me shku me i lyp Allahu Taala lehtësim më shumë se kaq. Atëherë Allahu Taala ja pranoi pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe i tha 500 kam me ta llogarit sa 50 namaze. Çdo namaz kam me llogarit herë 10. Se e mirat ndërun vëllezër dhe motra, nga Allahu Taala shpërblehet prej 10 deri në 700 fish, 700 herë, varet prej
momentit. Por minimumi një pune të mirë është 10 herë shpërblimi për ata. Nuk ta llogarit Allahu Teala sikur një namaz i falur, por ta llogarit sa 10. Edhe nëse falemi 5 namaze brenda ditës, neve na llogariten sa 50 namaze të falura dhe këtë me mëshirë të Allahut Teala. Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sikur që thash, ka pa mrekullira të mëdhaja gjatë këtij udhëtimit Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Por ka pa, përveç që e ka pa atë kafshën e çuditshme të shpejt, e ka pa pejgambert e Zotit, i ka pa Ademin a.s. babën e njerëzimit, i ka pa Musa a.s. e ka pa Ibrahimin a.s. e pejgamberler të tjerë, e ka pa Betul Ma'mur, qabën që është naltë në qiell, e ka pa Sidratul Muntaha, ka pa edhe Katar Resulullah sallallahu alaihi wasallam atë natë. Për shembull, ka pa pejgamberi alayhi salatu wassalam ata të cilët përgojojnë njerëz, ka pa me thoj nga bakri, të cilët i shkynin ftyrat e tyre dhe pyeti Xhibril alayhis salam kush janë këta? Dhe janë këta njerëz të cilët kanë qenë ata të cilët i kanë hongër mishin e të pafajshmëve duke i përgoju ata. Të tillët dënimin e kanë ditë gjykimit që me i shky fytyrën e vet. Ata të cilët mundohen me poshtru dikën duke përgoju atë, duke tregu mangësitë e tija, Allahu ka me bo që ata me sakatu veten e tyne dhe fytyrat e tyne në ditë gjykimit me thojnë nga bakri. Po ashtu ka pa njerëz të cilët hajnë kamatën me barqe të mëdhaja dhe ka pyet kush janë këta, ka thonë këta janë njerëzit të cilët e hajnë kamatën dhe do të fundosin me atë peshë të madhe në zjarrin e xhenemit. Po ashtu ka pa edhe njerëz të cilët majnë ligjërata para popullit, doken si burra të mirë, por këta njerëz i ka pa natën e Isras dhe Mirajit Resulullah s.a.s. që i prenin buzët e tyne me gërshër për zjarit dhe e pyeti Xhibrilin a.s. hadithin transmeton Imam Ahmeti dhe është hadith sahih sikur që e tregon edhe Sheikh Albani me numër 291 në sahijat e tija, thot këta i kom pa pyeta kush janë këta që po i kpusin gjuhën e vet, tha këta janë hatibat e umetit tënd, ata të cilët ju kanë ligjëru njerëzve, qoftë ditën e xumat, qoftë jashtë asaj, janë dokë si njerëz që thrasin të mirë, e ndalojnë prej të keqes, por këta ju urdhënonin njerëzit që të bënin mirë, ndërsa vetë nuk i vepronin ato punë, edhe pse e lexonin Kur'anin, por nuk merrnin mësim, nuk logjikonin në atë çfarë i urdhënonin tjerët. I thot njerëzve, për shembull, që duhet me pasu pejgamberin se për vetë nuk e pason Resulullah s.a.s. As në dugjen e tij, as në namazin e tij, as në veshjen e tij. Do të këta njerëz që i folin njerëzve diçka, e vetë bëjnë të kundërtën. Ju thot duhet me fal namaz, e vetë flen, nuk qohet me fal namazin e sabat. Ju thot duhet m'ju largu kamatës se Allahu e ka ndalu, nësa e sheh, është hoq, mirë po ka kredi të marrë me kamatën nga bankat e ndryshme. Sheh që i urdhon njerëzit për të mirë, e vetë nuk e vepron, i ndalon për të keqes, e vetë për fat keq e vepron. Pastaj atë natë pa Muhamedi alayhis salam, njerëz të cilët hanin misht qelbur, të kalpt, nuk e hanin mishin e mirë, pyeti kush janë këta njerëz. Xhibril alayhis salam i tha, këta janë zinaçarët, të cilët e kishin halallin afër vetit, nuk krynin nevojën e tyne e pshore me gratë e tyne ose me burrat e tyne, por kanë shku në haram dhe të tillët Allahu do t'ju jepë një prej dënimeve para se me i fut në xhenem është që do të hajnë misht kalpt duke e pas mishin e mirë. Dhe shumë ndodhi tjera që në shumë hadithe Muhamedi alayhi salatu wassalam na tregoj.
E pastaj Allahu Teala e zbriti Resulullah sallallahu alaihi wasallam pasi ja komunikoi obligimin e namazeve dhe kur erdhi Muhamedi alayhis salam shkoi te Qabja dhe u pshtet aty ku kishte zakon te Hijr Ismail, e pjesa që është si rreth te Qabeja e bekume, dhe e pa Ebu Gjehli, që ishte prej armiqve më të mëdhej të Muhamedit alayhis salam dhe thirrjes së tij, dhe pyeti ç'është puna jote Muhammed, tha mbram kam qenë Mesjidi Aksa. Ebu Gjehli u habit me këtë laft Muhamedit alayhis salam. Tha mbram ke qenë dhe e kthy, tha po, mbram kam qenë edhe më kthy. E tha, çto fjalë që po mi thu mu, a më dosh mi ia thonë edhe popullit tënd? Po, tha, më i lirisht. Tha, nëse i thrasune, a ju thu edhe aty në çto fjalë që po mi thu mu? Po, tha Muhamedi alayhis salam, dhe aty ju tregoj për këtë mugjizë mrekullit madhe. U gëzu Ebu Gjehli, edhe shkoi e i thirit njerëzit e tha, hadini këshuni se pas ka lujt ky njeri, këshuni çfarë rrena po flet ky. Se njerëz që nuk kanë besim të shëndosh në Zotin e tyne, kur i dëgjojnë këto mugjizet, mrekulli që si urrok, se për takon logjika e tyne ta mohon, dhe ta e nin më hoxha që auto thon. E lemo me pas pa para syve të tyne një njeri që s'kan ekzistu mjetet e udhëtimit sikur që ekzistojnë sot, me ardhur dikush më thon brenda natës kam shku diku 1000 kilometra largësi Mesjidi Aksa, e pas e pra aty edhe kam shku lart në qiell. Për ta ishte absurde. Dhe për një njeri normal është absurde, por besimtari që i beson fuqinë e madhe të Zotit që është inna Allah ala kulli shay'in qadir, për Allahun çdo sa të është mundshme, çdo sa mund me bë, e beson se kjo është një mugjizë, mrekulli. Prandaj është pejgamber që e dallon prej neve. Dhe kur erdhën njerëzit u të buën dhe fillon me dëgju, fillon me mshu kokave të tyne prej habis. Çka është më tu thon? Ky është në veti ky person. E pastaj i than Muhamedit alayhis salam, kishte prej tyne tregtar që i kishin vizitu në Mesjidi Aksan, tha na e dim çka kanë ta. Ti mas i ke qenë, ne e dim që ti s'ke qenë ma herët. Hajna e përshkruaj. Dhe fillon me pyet detaje. Për dritare, për dyrë, për qoshe, për ngjyra, për detajet të gravurave se si ka qenë ndërtimi. Pyetnin detaje që Muhamedi alayhis salatu wasalam e kishte vështirë, sikur edhe ti dhon me na çu me na pyet dikush pse disa detaje veç me na zon ngusht, edhe pse ke qenë mysafir po e zojmë, mbram të një shok jyt me të pyet edhe gruaja çfarë pat shtrume, shtrojen e kauçave atyne, nuk kemi në gjendje ndoshta me i dhon përgjigje, se si kem pas vëmendjen aty jemi koncentruar në mohabet, e lemo me të dhon përgjigje për çdo detaj që ata kërkonin. Mirë po çfarë ndodhi? Allahu Teala ja solli Muhamedit alayhis salam para syve Mesjidi Aksa dhe çfarë pyetnin, Allahu ja sillte atë detaj dhe i jepte përgjigje Resulullahi sallallahu alaihi wasallam aty në mënyrë çush e kërkonin, asnjë përgjigje të gabuar nuk ja u dha Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. U habitën edhe i than, të gjitha përgjigjet na i ke dhënë të sakta, po përsëri nuk besojmë ty që i ke bë. Të ka treguar ndoshta dikush, dhe përsëri nuk e besu. Shkuan dhe i than Ebu Bekrit radiallahu anhu, shokut Muhamedit alayhis salam. A e din çfarë po thot shoku yt? Po pretendon që mbram ka qenë nalt mbi 7 kat qiej dhe e ka bë vizit, ka qenë mbram Mesjidi Aksa. I tha Ebu Bekr radiallahu anhu, kush po e thot këtë laf? Than shoku yt, Muhamedi alayhis salatu wassalam. Tha, nëse e ka thonë ai, nëse është e vërtet, që ju po më thoni se ai ka thonë se mbram ka shkuar në Mesjidi Aksa, faqat sadaq, ka folë të vërtetën. Unë i besoj atij që po i shpallet atij mbi 7 kat qiej, ju po më thoni pra më kon, i besoj unë. Po i thanë edhe, po thot që ka qenë edhe mbi 7 kat qiej. Kanë thonë dietarët, atë ditë e mur epitetin Ebu Bekr radiallahu anhu as-Siddiq, njeri që e ka besu të vërtetën dhe e ka folë të vërtetën. I besoj Muhamedit alayhis salatu wassalam, por paraprakisht kërkoj verifikim të lajmit. A është të vërtet që e ka thonë? Që ka thonë dietarët i pari që e ka kontrollu senedin e transmetuesve, zinxhirin e transmetuesve, ka qenë Ebu Bekr radiallahu anhu. Ne sot për shembull kur vjen dikush na tregon një hadith, do të më shiqua është hadith i vërtet apo është
i dopt ose i rrejshëm, apo krif, apo i shpifun. Nëse vërtetohet që është fjalë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, obligohemi me punu me atë fjalë dhe vepër të Resulullahit sallallahu alajhi wasallam atë sunnet. Por nëse vërtetohet nga dietarët e hadithit që ai nuk është fjalë e pejgamberit alayhis salam, atëherë largohemi se se ka fol as se ka vepru Resulullahi sallallahu alaihi wasallam dhe e konsiderojmë bidat. E ata të cilët sot mundohen me festu natën 27 muajt Rexhep, natën e Isras dhe Mirajit, dhe kanë bë fest të bimi në përgjamia, duke dashur me përkujtu këtë ndodhi të madhe të ju thonë njerëzve se në këtë natë ka ndodhur, u themi se s'ka hadith, asnjë hadith pejgamberit alayhis salam që natën 27 muajt Rexhep ka ndodhur nata e Isras dhe Mirajit. Nuk kemi argument për me përcaktu se filan natën ka ndodhur. Bile ma shumë është mendimet e dietarëve që ka ndodhur muajin Rabiul Awwal, që është muaji edhe kur ka lindë Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe kur ka vdek, se sa që ka ndodhur në muajin Rexhep. Po edhe nëse kishte më ndodhur, nuk i ka festuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam, as që ky Ebu Bekr radiallahu anhu, që erdhën dhe i thanë e ka bë. Ti kush je dhe unë mi mbledh njerëzit dhe mi u thonë i ka ndodhur Muhamedit alayhis salam, vetë ai rru, vetë nuk e zbaton sunetin e pejgamberit alayhis salam, aflet për pejgamberin alayhis salatu wassalam. As ndokje nuk ose pejgamberi salam, as namaz nuk ose pejgamberi alayhis salam, e as në transmetim nuk është me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Manohet mi u thonë njerëzit që kjo ka ndodhur në këtë natë, e nuk është e vërtetë që ka ndodhur atë natë. Po edhe po të kishte ndodhur, as pejgamberi sa as sahabët nuk e kanë festuar atë natë, por kanë jetësu urdhrin e asaj nate, ai ka qenë falja e namazeve. E jona është me i fal namazet në mënyrë të përpekt, para bylygut, para moshës madhore, të pjekurisë, të djali edhe të vajza, para pjekurisë seksuale. Fillojmë mi mësu me namaz, e pyetemi prej moshës madhore, e deri në vdekje, Allahu ka më na pyet për çdo kohë namazit. Ai kryte obligimin që të është obliguar mbi 7 kat qiej. Nga ana e Allahut dhe pejgamberit alayhis salam të është komunikuar. Ne do t'japim llogari. Në këtë formë i zbatojmë porositë e natës Isras dhe Mirajit, e jo me festime që janë bidate dhe s'kan kurfar baze në fe, e që është ma e keqa disa po festojnë edhe me ilahi, me muzikë, me instrumente muzikore, e me përzire të gjinive, e kjo kur farbaze s'ka për kundrazi, kjo e hidhëron Allahun dhe dërgumin e tij, e atë do ta takojmë edhe Zotin ton, edhe pejgamberin ton ditën e gjykimit. Lusë Allahun Teala, inshallah, që t'jemi për atyne që i zbatojnë porosinë e natës Mirajit, që të falim namazin, të besojmë fjalën e Allahut dhe të pasojmë sunetin e pasët Muhamedit alayhis salam, e mos sjellim risin fen e Zotit. Allahu na ruajt prej lëshimeve në fe, edhe prej futive të risive, bidateve në fe. Deri në takimin ton të radhës, mbeqen për kujdesin e Allahut. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.